Specialistët për ritimin e krimeve në Komisariatin e Policisë numër 2 dhe 3 kanë finalizuar me sukses operacionin e koduar Strategjia, në kuadër të cilit u vu në pranga 3 shtetas pjesë e një grupi kriminal të strukturuar për vjedhje në banesa. Sipas uniformave blu, grupi ka qenë aktiv gjatë muajit janar, ku dyshohet se ka kryer të paktën 3 vjedhje, të cilat tashmë janë zbardhur nga policia. Njëra prej tyre është kryer ditën e martë, ndërsa në njërin nga banesat e vjedhura janë marrë rreth 14 milion euro kesh, si dhe sende të tjera me vlerë. Nga hetimet ka rezultuar se autorët vepronin me një skem të mirë organizuar. Fillimisht ata fotografonin bravat e dyerve të banesave të përzgjedhura, pamje të cilët më pas analizoheshin nga pjesëtarët e grupit për të zbërthyer mekanizmat e bravave dhe për të mundsuar hapjen e tyre përmes çelësave universal. Konkretisht, policia bën me dije se në datën 7 janar grupi ka vjedhur në një banesë në rrugën Don Bosco, ndërsa në 10 janar ka kryer një tjetër vjedhje në rrugën Tritan Hoxha, ku janë marrë 14.000 euro dhe sende me vlerë. Vjedhja e tretë është regjistruar në 13 janar, sërish në rrugën Don Bosco. Policia e Tiranës njofton se vijojnë hetimet për të zbuluar vjedhje të tjera që mund të jenë kryer nga ky grup, si dhe për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.